Ajo që mund të kuptojmë ne si qytetarë është që ne jemi të ekspozuar ndaj fatkeqësive dhe të pambrojtur ndaj fatkeqësive. Në kuptimin që edhe nëse ti ndodhesh në qendër të Tiranës, nëse bie flaka do presësh të shkrumboj edhe të mbaroj. Nga komunikimi i zyrtarëve ishte që flaka filloi, ne erdhëm këtu, nuk bëm asgjë dot, po presim të mbarojmë flakën. Në këtë kuptim edhe situata me përmbytjet, shi u bie, na përmbyt qytetin, kjo është gjithashtu fakt. Rrugën ndërtohen, rruga Qukës Korç 250 milion euro, një rrugë që s'kishte nevojë të ndërtohej, e ndërtuam u shëm prapë për të disatën e erë. E njëjta gjë me rrugën e Kombit, përplasen makinat sepse nuk ka mirëmbajtje, e njëjta gjë me ujin që mungon në Vlorë, plas një tub 6 ditë pa ujë. Në këtë kuptim, unë mendoj që ne e kemi humbur, vendi jonë e ka humbur kontrollin me territorin, por në thelb ka humbur balancën me territorin. Sepse në këto 30 vite, unë kam përshtypjen që përveç se ne kemi zhndëruar vendin në një fabrikë apartamentesh, dhe e kemi humbur balancën midis intensitetit të ndërtimit edhe shërbimeve që duhet ketë për intensitetin që ka, nga ana tjetër e gjithë infrastrukturat cilën ne e kemi investuar, sistematikisht e kemi vjedhur. Edhe një infrastrukturë e bërë me korupcion, ditët kur ka vështirësi e nxjerr problematikat. Në këtë kuptim, unë mendoj që është e patolerueshme që ne të mos flasim në këtë ditë kur këto situata ndodhin edhe dukshëm e kemi humbur kontrollin. Jam dakord me parantezën tuaj që kur ka fatkeqësi, vendi solidarizohet dhe ne e shikojmë problemin mbasi e kemi zgjidhur situatën. Mirë, po kjo ka ndodhur sistematikisht në vendin tonë. Fjala vjen, Ratërmeti, mbaj mend në ato kohë, ishte herezi të filloje të bëje kritik sepse duhet të solidarizoheshe me qeverinë që jetët kishin humbur, duhet të kishim sistemuar, duhet të gjinim çfarë kishim në rënoja, të merreshim me varimin e tyre, pastaj të sistemonim, dhe kur duhet të bëj analiza, askush nuk u kujtuar për analizën, dhe ndërkohë që prisnim analizën, bien fatkeqësi pas fatkeqësie. Edhe në këtë kuptim, unë mendoj që shqiptarët bashkëjetojnë mes dhimbjes edhe emergjencës. Në kuptimin që edhe në një vdekje, familjet shqiptare gjejnë rastin të bëjnë edhe një bisedë mbi sportin, edhe një bisedë mbi hallet, edhe një bisedë mbi borxhet. Tani në këtë kuptim, unë mendoj që është e udhës pa u shuar plaga, edhe në këtë situatë ku qytetarët janë të frustruar edhe me problematikën e tyre, do duhet të reagojnë. Edhe unë mendoj që rasti i Durrësit, ku vajti dhe ja zuri derën bashkisë, rasti i Vlorës, ku vajti dhe nxori kryetarin e bashkisë nga balloja që nga mbrëmja gala që ajo organizonte, është veprimi më i mirë dhe më i duhur i një qytetarit të kësaj republike, sepse nuk ka asnjë moment tjetër në memorien kolektive të këtij vendi që ne të presim menaxhimin e një krize nga ata që e kanë shkaktuar krizën, më pas të bëjnë analizën e duhur. E vetmja mënyrë është që qytetarët të reagojnë, qartazi, ne kemi të bëjmë me shpërdorim. E thash, 250 milion euro në rrugën e Kukësit. Vlora mbetet në rrugën e Qukësit. Ndërkohë Vlora mbetet pa ujë. Kur shkon me makina ndej në ekranin e radios së makinës Kukës del, nuk del Qukës. Po edhe se njeh fare. Në këtë kuptim unë mendoj që kjo nuk kemi të bëjmë me fatkeqësi natyrore. Intensiteti i rreshjeve dhe intensiteti i shirave nuk kanë qenë ato të një fatkeqësie natyrore, megjithëse unë mendoj që është e udhës që ligjërisht të konsiderohet natyrore, sepse ka shkaktuar dëme të jashtëzakonshme në pronën e qytetarëve dhe do duhet që ata t'i marrin për aq kohë sa kjo një krizë jo natyrore është një krizë e institucioneve të vendit të cilët e kanë shpënë situatën këtë ditë.